Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish të ditën e sotme në kanalin Monitor TV. Shpresoj që të keni kaluar një ditë me energji të bukur, punët e mëngjesit t'i keni mbaruar me sukses dhe tashme edhe pak orë e di që prisni të mbaroni punët, që të ikni në shtëpitë tuaja, të relaksoheni në këto ditë realisht shumë të ngrohta të këtij sezoni veror. Ditët janë të ngrohta, por lajmet janë të zgjarta. Do të thënë do flasim për Eglitakon, e cila ditëve të fundit ka postuar video, fotografi nga momentet gjatë xhirimit të videoklipit më të ri, ku në fakt titulli akoma përfundimisht nuk është zbuluar. Egli e ka lënë në Instagram të shkruar me coming soon, por siç duket STL Baby apo SL Babyn vetëm. Çdo detaj, çdo mini detaj i vogël shikohet, analizohet, studiohet edhe komentohet jo vetëm nga ne si gazetar që po bëjmë këtë punë çdo ditë, por edhe nga ndjekësit e tyre tashmë që Egli dhe Gjesti i kanë shndruar të gjithë shqiptarët në gazetar investigativ për të arritur të zbulojnë sa më shumë lajme, për të arritur të zbulojnë sa më shumë të vërteta, për të kuptuar marrëdhënien e tyre. Këngëtarja shqiptare Eglitako, e njohur për vokalin e saj të ngrohtë, baladat e ndjera dhe stilin e saj autentik, ka bërë një paralajmërim emocionues për ndjekësit në rrjetet sociale. Projekti i saj më i ri muzikor është gati për publikim. Kënga titullohet Se lë bebin vet dhe pritet të jetë një nga prurjet më të forta të kësaj vere në tregun muzikor shqiptar. Ky rrëfim i shumë pritur i Eglit po vjen jo vetëm si një dhuratë për fansat e saj të shumt, por edhe si një dëshmi se ajo vazhdon të krijojë muzikë me shpirt edhe me mesazhe. Do të thënë, pa marrë parasysh që këngëtarët e tjerë çuditërisht luftojnë për një treg komercial, mundohen që sa më shumë të bëjnë këngë që i përshtaten tregut, ritme që i përshtaten tregut, përdorin ndërhyrje të ndryshme qoftë edhe nga bota muzikore e jashtme në kuptimin jashtë Shqipërisë. Eglitako i ka qëndruar besnike këndimit të saj, zhandrit të saj dhe mënyrës se si ajo i sjellën këngët. Edhe pse unë edhe ditën e djeshme kam komentuar që videoklipi dhe kënga janë një mix shumë i bukur, por Egli po na befason të gjithëve me kreativitetin, me zhvillimin e saj të imagjinatës në projektet në të cilat i bën. Se lë bebin vet, në qoftë se gjithmonë kështu quhet balada, është një titull që ngjall menjëherë kuriozitet, edhe pse edhe nga pjesa e shkurtër që Egli ka publikuar në rrjetet sociale, është e qartë se kënga përmban një frymëmarrje të re, një stil të përmirësuar, por që nuk e humb kur thelbin emocional, që gjithmonë e ka karakterizuar artisten. Kënga duket se është një rrëfim i dashurisë dhe i përkushtimit, një premtim i një femre që nuk e braktis njeriun që e dashuron, as në momentet e mira e as në ato të vështira. Mesazhi është universal, por vjen përmes një mënyre intime dhe të butë, ashtu siç Egli e sjell gjithmonë. Këngën e komentuam edhe ditën e djeshme, do të thënë kënga mban nga fillimi deri në fund, siç duket mban një tekst dashurie, do të thënë është një bashkëpunim që ka me Sergjën, dhe siç duket kënga ka një dedikim të veçantë, por artistët gjithmonë artin e tyre e përdorin që publiku të gjej veten, dhe në momentin kur publiku gjen veten në këngë të dashurisë, me patjetër që do gjesh veten, sepse shumë njerëz çdo i dyti ka përjetuar dashurinë dhe me patjetër që lëndime nga dashuria ka, apo kujtime nga dashuria ka, në këtë botë Zoti nuk t'i jep të gjitha dhe nëpërmjet këtyre këngëve gjejmë veten dhe këngët fatmirësisht shndrohen në hite. Instrumentali i këngës duket se përfshin elemente moderne të popit shqiptar të kombinuar me detaje të ëmbla të baladave ritmike që e bëjnë të lehtë për të dëgjuar në verë, qoftë në makinë, në pushime apo në një mbrëmje të ngrohtë buzdetit. Eglitako e ruan balancën mes ritmit edhe ndjeshmërisë.
duke krijuar një atmosferë që fton dëgjuesin të ndalet edhe të ndjej thellë çdo varg të kësaj kënge. Do të thënë pritet që të jetë një këngë e cila do të na pushtojë të gjithëve duke e dëgjuar në kufje, në makinë, në plazhe tashmë, plazhet në Shqipëri apo gjithandej ku të gjithë shqiptarët do të preferojnë të kalojnë disa ditë pushimi, duke dëgjuar këto këngë të cilat realisht dhe këndimi i Eglit të qetëson shpirtin. Klipi i këngës është xhiruar në brigjet shqiptare me pamje mahnitëse të detit që përplaset në breg, një sfond që rrit dimensionin emocional të këngës dhe çuditërisht baladat me patjetër që duan ashtu, do me thënë kënga është xhiruar në perëndimin e diellit, do me thënë është kapur dhe kjo pjesa nga ca fotografia që kam parë dhe nga ca video të vogla që janë publike në rrjetet sociale ku Egli po xhiron klipin, do me thënë është mrekullisë se pas Eglit perëndon dielli dhe do të jetë diçka fantastike, do me thënë në këtë këngën e Eglit është përdorur shumë botë. Egli Tako shfaqet me një look veror me veshje të lehtë, të flokë të lëshuar dhe një prezencë që shkëlqen në thjeshtësinë të saj. Kjo qasje natyrshme bën edhe më të afërt publikun, duke vendosur artisten jo si një figurë të largët dhe të paritshme, por si një vajzë e zakonshme me ndjenja të jashtëzakonshme. Simbolika e detit në klip është e fuqishme, një hapësirë e gjerë e pafundme, ngjajshme me ndjenjat e thella që kënga përpiqet të shpreh. Kamera ndalet mbi portretin e Eglit Takos në momente reflektimi, buzëqeshje, por edhe melankolie. Ky kontrast i jep klipit shkallë të larta emocionaliteti, duke e bërë më shumë se një vizual shoqërues, por një tregim më vete. Por ajo që ka ngritur më shumë diskutime në rrjetet sociale nuk ka qenë as zëri i saj, as klipi, por një aksesor shumë i vogël dhe shumë i veçantë. Një shall i varur mbi xhinset e saj. Tani ju e shikoni këtë shallin, unë me qëllim do me thënë e kam lutur dhe regjin që ta pozicionoj bukur. Ky shalli është një shall që ju e keni parë para disa muajsh në Big Brother, ku Gjesti e ka përdorur këtë shallin dhe gjithmonë duke i besuar lëvizjeve dhe duke Egli dhe Gjesti duke i vënë në pa gjërat e veçanta, tregojnë që ato të dy janë së bashku. Tani ne nuk mund të themi që Egli këtë e ka bërë pa mendje, kjo është e bërë me kastile dhe jo më kot kamera e ka kapur në këtë formë, jo më kot shalli është nga ana e kamerës, do me thënë është shumë i tekstuar, është mirë i hapur, që publiku ta shikoj detajin edhe ta komentoj dhe ta kuptoj që Egli dhe Gjesti janë që të dy së bashku. Një shall i varur mbi xhinset e saj që menjëherë është identifikuar nga fansat që është shalli i Gjestit, i cili e mbante këtë në Big Brother VIP Albania 4. Ky detaj i vogël nuk ka kaluar pa u vënë re nga djegësit më të vëmendshëm të dyshes, të cilët kanë komentuar masivisht se kjo është një mënyrë e heshtur dhe e rafinuar për të treguar se marrëdhënia mes Eglit dhe Gjestit është ende e fortë edhe e shëndosh. Edhe pse asnjëri prej tyre nuk ka bërë ndonjë deklaratë direkte kohët e fundit, ky simbol i përbashkët është interpretuar si një gjest dashurie, nostalgjie dhe ndoshta edhe mirënjohje për periudhën që po kalojnë të dy së bashku. Në një kohë kur shumë marrëdhënie në showbiz janë sipërfaqësore dhe të mbushura me deklarata publike për efekt mediatik, zgjedhja e Eglit Takos për të komunikuar përmes një shalli të thjeshtë është e rafinuar, elegante dhe autentike. Ky detaj e vendos në qendër thellësinë emocionale që ajo i jep gjithçkaje që bën, qoftë në art apo qoftë edhe në jetë. Karriera e Eglit Takos nuk është e ndërtuar me skandale apo me zhurmë të panevojshme, por me punë të palodhur për kushtim dhe një ndjenjë të rrallë artistike. Ajo ka ditur gjithmonë të qëndrojë larg zhurmës dhe të afrojë publikun me muzikë që vjen nga shpirti. Edhe në këtë projekt të ri, Egli vërteton se ajo nuk ndjek trendet për të bërë virale, por ndjek zemrën për të qenë e vërtet. Kënga Se lë bebin vet apo Nata, siç identifikohet më tashi, duket se do të jetë një tjetër gur i çmuar në mozaikun e repertuarit të saj, mes ritmeve të lehta, fjalëve që godasin zemrën dhe një videoklipi që flet më shumë se një histori dashurie verore. Egli Tako sjell një tjetër projekt që e afron edhe më shumë
me publikun që e ka ndjekur që nga fillimet e saj. Dhe ndërsa të gjithë presin publikimin zyrtar të këngës në ditët në vijim, një gjë është më së e qartë. Eglitako nuk sjell thjesht muzikë, ajo sjell ndjenjë, histori, simbolik dhe kujtime që mbesin gjatë në mendje edhe në zemër. Dhe këtë herë përmes një këngë të re, edhe një shalli të njohur, ajo ka zgjedhur të na thotë: unë jam këtu dhe nuk e lë bebin vet, që në këtë rast bebi është Gjesti.